Që mua më bënë përshtypje kam ndjekur lajmin në rrjetet sociale, po nuk e kuptoj pse është bërë kaq zhurmë për faktin që një ekip profesionist i voleybollit kur bën kontratën apo kur merr qoftë lojtar të huaj për te Shqipërisë, kam idenë që në pjesën e përbërjen e kontratës ka dhe një raport mjekësor, kontroll mjekësor, kështu që në këtë pjesë ka qenë shumë e thjeshtë zgjidhshme, po jetojmë në një kohë traziesh, do të thojë, në një kohë agjendash ku po të shkojmë pak në shtrirë në kohë, shikojmë që pati para 2 vjetësh në Amerikë, thonë që çdo sportist mund të garojë mashkullin, mund të garojë ke femra, dhe kjo ka sjellë gjithë përshtjellimin edhe në rrjetet sociale për bën lajm. Por që duke ndjekur dhe profesorin Koja me shumë respekt, shikoja që vajza nuk duhet që e para punë do të kishte një psikolog që të merrej. Sepse Hollandi janë marrë me psikologët, me janë marrë gjitha, po e dikush defekt jo? Ta mbaroj 1 sekond, se kam më fal. Po. Sepse ajo vajzë ka një kontratë, ajo sportiste. Ka një kontratë ku nuk parashikohet sepse do akuzoja është femër për është mashkull. Ne kuptojmë kohën ku jetojmë të transgjinorëve etj. Prindi 1 apo prindi 2. Por në rastin konkret, kur unë marr një sportist apo kur çoj një sportist si menaxher që jam, gjëja e parë pasi që rënë dakord është kontrolli mjekësor. Dhe është evidentuar. Kjo këtu ka të bëjë me faktin që hajtë për bëjmë lajm apo po Gradeci kërkon dhe sulmon mas 5 javësh. Landi, të